Bismillahirrahmanirrahim. Të nderuar dëgjues të shikues të radios Fati, ja ku gjendemi përsëri së bashku në emisionin Bisedat e Ramazanit, ku ftojmë të ftuar të ndryshëm, shtjellojmë tema të ndryshme, flasim për tema të ndryshme në këtë muaj të begat të Ramazanit dhe si çdo herë së bashku shoqërohemi për 5 vite me radhë në këto frekuenca me temat e cilat i shtjellojmë për arsye që ne të tregojmë dhe të shohim mundësinë që Allah i madhëruar neve na ka dhëruar dhe na ka dhënë në këtë jetë që ne në këtë muaj të Ramazanit t'i përsërisim ato veçoritë të cilat Allah i madhëruar dëshiron që ne t'i përsërisim dhe t'i praktikojmë në jetën tonë të përditshme. Në këtë puntat dhe në këtë emision të ftuar kemi Isa Efendi Aloshim, një herit imam dhe kryetari i Këshillit i Bashkisë Islame në Malin e Zi. Imam, mirë se erdhe. Mirë se vjetëm. Elhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'd. Falënderimi qoftë Allahut vetëm, salavatet dhe selamet qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, shokët, familjen e tij të ndershme dhe të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. Meqense jemi në këtë muaj të begatë të Ramazanit dhe gjithë secili besimtar dëshiron apo besimtare dëshiron që ta tregojë fetarizmin e vet me ibadetet e shumta. Pikërisht dëshirojmë që sot të flasim në këtë emision për veçoritë e ibadeteve në këtë muaj të begatë të Ramazanit, por edhe mbas këtij muaji të begatë të Ramazanit, shtimin e tyre, praktikimin e tyre, ibadeti si ndikon te njeriu, te qenia e tij shpirtërore, por edhe morale. Për të hyrë në këtë temë do filloj pak më herët, vetëm do filloj me fjalën Islam, fjala Islam, e cila përbohet nga 2 fjalë, nga selam dhe teslim, që nënkupton selam paqen e rrafshin horizontal. Njeriu, për që musliman duhet jetë mirë me njerëz, mirë me krijesat tjera dhe përveç njerëzve, mirë me bimën, mirë me ambientin. Dhe teslimen, që ka të bëj me, kja fjala teslim, ka të bëj me temën të cilën do mundohna ta shtjellojmë, në nështrim ndaj urdhnave të Allahut Azza wa Jall. Në nështrim ndaj urdhnave të Allahut do thotë të zbatosh ashtu siç e ka përshkruar Allahu Azza wa Jall. Nuk mundi as me shtu, as me mungu, sepse krijuesi i kësaj krijese njeri është vetë Allahu Azza wa Jall. Dhe duke e ditë se çka ka kriju, e din mas miri se çka është mirë për te. Nëse marrim nga ajetet e Kuranit për urdhëresat, ose do ndalmi edhe të ndalesat, por kur flet për urdhëresat, ato të çojnë që të bëhesh më i mirë. Në suratul Baqara Allahu Azza wa Jall, kur e përshkruan një person të devotshëm, thot alladhina yu'minuna bil ghaib ve yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Janë ato, njerëz të devotshëm janë ato të cilët besojnë në fshirtën, falin namazin dhe ndajnë nga ajo që ne u kena dhënë. Pra, gjithë ajetet që flasin për takvallëk, për ibadetet shtume, qoftë namaz, zekat, qoftë agjerim, që jena në prek të muajit të Ramazanit, apo dësht tjetër janë që njeriu t'i napin hakun asaj me çka Allahu Azza wa Jall edhe e krijoi atë njeri. Në momentin e krijimit, kur me lajket i thatën Allahut Azza wa Jall, nuk të mjaftojmë na, të cilët thërim të i bëj ibadet, Allahu Azza wa Jall u tha, dhe ky rast parashtrohet në suratul Baqara, gjithashtu, thot Allahu Azza wa Jall, unë e di atë që ju nuk e dini, dhe kishte fjalën për njeriu ngritur në vlera morale. Pra, laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim, e krijova njeriu në formën më të bukur. Nuk ka të bëjë vetëm me pamjen e jashtme, me bukurinë e jashtme, por edhe me bukurinë e shpirtit, pasi që trupi i njeriu është nga fiziku dhe nga ana mbrëmshme, nga i gajbi, për cilin ka me kënë gajb gjithmonë deri në ditën e Kiametit, se kur e pyetën pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për shpirtin, përgjigja ardh nga Allahu Azza wa Jall, yes'alunaka anir ruh, qul ruh min amri rabbi wa ma utitum min al-ilmi illa qalila. Të pyesin ti o Muhammed për shpirtin, thuaj ju se ai është nga Zoti dhe se neve na është dhënë shumë pak dije rreth tij. Pasi që na personalisht nuk kemi dije rreth kësaj mërëndësie që është unë trupin ton, ne
do marrim dije nga ai i cili na ka kriju neve, dhe me ibadetet të cilët ne i bën obligim, janë ata të cilët gëdhanin shpirtin, e formojnë shpirtin, e ushqejnë shpirtin, e bëjnë tamam për atë çka ka kriju Allahu Azza wa Jall njeriu, një njeri të përsosur, një njeri me iman të mirë, me etik të mirë, me sjellje të mira, me dukje të mira, me anën shpirtërore të mirë, e gjitha ato elemente përbojnë atë që Allahu Azza wa Jall thot që të jeni më të mirë. Ndërsa pjesa tjetër, se në momentin që na tentojmë më të mirën, gjithmonë duhet më rujt nga ajo që nuk është e mirë për ne. Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur na thot që t'i shtojmë ibadetet në muajin Rexhep e Shaban, në mënyrë që të him sa më të pastër në muajin Ramazan, thot se çdo ibadet brenda kësaj kohe ka vlerë të shtuar te Allahu Azza wa Jall. Për të njëjtën kohë edhe mëkati ishte më i rëndë unë ta muj. Që të na shtyj që njëjtën kohë kur të na mas shumë të mas ibadeteve, edhe të largohna nga ato që Allahu Azza wa Jall nuk i ka pëlqyer dhe i ka ndalu domthonjë për muslimanin. Po ta shohim përfundimin e ajeteve ku Zoti Xheleshanuhu flet për ndalesa, thot ta marrim një ajet, ja ayyuhal ladhina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ka thënë për veset të shejtanit, për punët e ligat, domethënë se janë lutja bigjozit, mishi i keq, vena, alkooli, këto janë punët e shejtanit. Dhe largoheni nga ato nëse doni të jeni të shpëtuar. Nëse e komentojmë këtë pjesë të ajetit, po nëse nuk jemi të shpëtuar, domethënë jemi të ndëshkuar. Që mos jemi të ndëshkuar, duhet të jemi të shpëtuar. Ato ajetet të cilët flasin për ibadetin, thojnë la'allakum tattaqun, në mënyrë që ju të bëheni më të mirë me ruajtjen e vetes, duke vazhduar në ibadetet e të madhit Zot. Tash do kalojmë edhe te agjerimi, por unë do marr namazin si shembull, se si Allahu Azza wa Jall na obligoi me 5 kohë të namazit, ku ja bëni përshësh Muhamedit alayhis salam dhe ummetit e tij, gjatë takimit në Sidratul Muntaha, për çka do u gëzu shumë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, por gjatë shpjegimeve të 5 kohëve të namazit në një hadith, Muhamedi alayhis salam cekën çdo namaz arsyen për çka Allahu Azza wa Jall e caktoi në kohën e duhur, në mënyrë që kjo të jetë pjesë e ibadetit shpirtëror të çdo besimtari, që në momentin që e kryen ibadetin, të jetë edhe i vetëdijshëm për atë ko besimtari bëhet besimtari vërtet momentin kur e kupton vlerën e ibadetit. Që kur e kryen ibadetin, ja nin shpirti i tij, edhe din pse e ka urdhëruar i Madhi Zot. Po marrim namazin e sabahit, se kështu fillon pejgamberi Islam, thotë se Ademin alayhis salam kur e kaloi në tokë Allahu Azza wa Jall në kodrën e Arafatit, Ademi alayhis salam sheh falënderimin ndaj Allahut Azza wa Jall që Zoti ja fali gjunahin, ja fali gabimin, harresën që domthonjë që kish bën për atë që ja kish ndaluar Allahu Azza wa Jall. Mas kërkim falje që ja falë Allahu Azza wa Jall, i falë 2 rekat namaz. Dhe çfarë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, momenti i faljes së ty në 2 rekatve të Ademit alayhis salam, ishte koha para se me lind dielli. Dhe si na mëson pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se në momentin që do falni sabahin, ju nuk do falni vetëm një namaz, por në jetë ju i shpirtëror është që ky mund të jetë sabahi i fundit. Ti po fillon një jetë brenda 24 orëve. Pra besimtari, për qenë besimtari vërtet, cakun të çdo punë do ketë, a thu se do jetoj gjithë, por i përgatitur për botën tjetër, ti i gatshëm me adhuruar shpirtin Zotit në çdo moment. Dhe në momentin që i fal sabahin, përkujton Ademin alayhis salam, fillimin e njerëzimit, se me sot po filloj një ditë që mund të jetë një jetë. Dhe nëse e nisen me këtë jetë, duke i ra Zotit në sejdë, duke i thonë Allahut Azza wa Jall se ti e krijues
dhe unë jam robi i atë. Ky është edhe qëllimi i sejdës, duke ja dëshmuar që na mëson Allahu Azza wa Jall se prej 10 jena dhe në 10 po të binë sejdë, një besimtare nisen punën me bismillah me namaz sabahit, duke vazhdu, duke punu, duke kërku nga risku i Zotit, dhe duke i bindur se çdo gjë që i ban ish me caktimin e të Madhit Zot. Dhe duke i bindur se me fitesën që i ban brenda asaj kohe, ish prit mirëve që i ka çuar i Madhi Zot. Se ajetin të cilin e përmenda në fillim, alladhina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salat wa mimma razaqnahum yunfiqun, kjo pjesë wa mimma razaqnahum yunfiqun, dhe nga ajo që ne u kemi dhënë juve, ju napni në rrugën e Zotit, nuk thot Zoti nga ajo që ju keni fitu. Jo. Sepse elementi bazë për fitimin e pasurisë është shëndeti. Është jeta, pas jetës është shëndeti. Dhe nëse nuk e ke elementin bazë, ti nuk mundi me mrit të elementi i dytë. Dhe derisa njeriu nuk është i vetëdijshëm me atë, se pa elementin bazë nuk mundet me mrit të pasunia, ai se ka kuptuar zakatin si duhet. Në momentin që këtë pikë e kalon, atëherë e din që çdo 1/40 nuk është e tij edhe është shumë e lehtë për të. Kalom në pjesën e namazit të drekës, Nuhu alayhis salam, pas tufanit që ndodhi, bëhet përmbytje dhe kalon në kodrin xhudi, aty në letania, masi që pështan me ata që kishin pështu, që kishte një pjesë e familjes tij, nuk pa të rrës pjesa tjetër, sepse nuk e besonte Nuhin alayhis salam. Ky fali 4 rekat, thot pejgamberi sa ishte koha drekës. Dhe besimtari i cili e fal dreken dhe fal 4 rekat, të plotë ka dreken atëherën kur aludon në ngjarjen e Nuhit alayhis salam dhe jep rëndësi familjes, a ka kry borxhin ndaj familjes, sepse Nuhi alayhis salam thiri njerëz 950 vjet në rrugën e Allahut Azza wa Jall, por një pjesë e familjes nuk i besuan. Dhe kur i tha Nuhi alayhis salam Allahut Azza wa Jall, ja Rabbil Alamin, ma premtove se do fshtoj familjen time, çe thot Allahu Azza wa Jall, ato të cilët nuk besuan nuk janë pjesë e familjes tënde. Sikur po na thot Allahu Azza wa Jall se ti në njënën anë po i kryen obligimet e mia, por në anën tjetër sa je i përgjegjshëm ndaj thirrjes teme, edhe për mirëmbajtjen e rregullit shoqëror, amanetin që ki marrë për krijimin e familjes, sa je duke kontribu edhe duke erujt këtë amanet, që nesër në ditën e mashërit me kënë faqeparët para Allahut Azza wa Jall. Apo duke kërkosh falje para Zotit, si Nuhi alayhis salam, se kur e pyetën pejgamberin islam për çështjen e shefatit, thotë do shkojnë te Nuhi alayhis salam dhe do i thojnë shefat, me mujt me bon në hymet e Allahu Azza wa Jall. Qa ka më thënë Nuhi alayhis salam, një pjesë e familjes teme nuk më besoj, dhe unë jam ai cili kam me kërku falje të Allahu Azza wa Jall, kam hallin tëm domon ta momente. Nëse marrim namazin e qëndis, ishtë namazi i premtimit i Ibrahimit alayhis salam, fali 4 rekat në kohën kur donte të pritte për me majt emanetin, për me majt elvadu dejnun, për me majt besën që i kishtë dhënë Zotit, dhe Allahu ja kompenzoi me një kurban. Dhe çfarë pejgamberi islam, kur të fali namazin e këndis, pyet në veten sa jeni të drejt me sinceritetin, me fjalën që i nepni dikuj, me amanetin që i keni majt, nëse dikush ju ka ngarku me amanet, po e që është ma kryesore me amanetin e Zotit, se nuk është shtirë tush la ilaha illallah Muhammed Rasulullah, janë vetëm disa fjalë, por në përbajtjen e saj është një amanet në veti, nëse e ke besu, ti duhet ti nështrohi urdhëve të Allahut Azza wa Jall. Në pjesën e akshamit, do sqaroj edhe të dy, ashtu si vazhdon hadithi pejgamberit alayhis salam, në pjesën e akshamit, thot pejgamberi alayhis salam, akshami përkujton shëndetin. Dhe sa jena na të vetëdijshëm në të mirëve që ne ka dhënë Allahu Azza wa Jall. Hazreti Ali rahimallahu alej, nëse kaloni 3-4 ditë që nuk kishte desha shenja smundje, u brengoste, se thoshte nëse më ka harru Allahu Azza wa Jall, se kur diçka nuk jam mirë, e shtoj ibadetin e Allahut Azza wa Jall. Ejubi alayhis salam, pasi që e mori smundja për një kohë gjatë,
Shejtani ndërhyni në familjen e tij duke u mundu ta bind shoqen e Ejubit alayhis salam se mas shkoj hapave të Ejubit alayhis salam se sikur të ishte pejgamber do ta mundon do ta ndihmonte Allahu azza wa xal. Dhe kur ajo u anku të bashorti vet te Ejubi alayhis salam, çai tha Ejubi alayhis salam, të paska prek shejtani. Një grua e pejgamberit nuk ban të bie në këto provokime, në këto kthetra. Mu më vjen zor, tha ti lutem Zotit për derisa isha 70 vjeçnash, pas mundje, të pakten 1/10 të kaloj i smut. Dhe pasi që Allahu azza wa xal ja kthen shëndetin Ejubit alayhis salam, ai e ban jetë e fal 4 rekat farzin e akşamit. Do thomi 3 apo 4, por Ejubi alayhis salam në jetën e bën e fal 4 rekat namazin e akşamit, në kohën e akşamit, por që ma vonë emërohet si koha e akşamit. Dhe në rekatin e 3 nuk mundët më ngrit në rekatin e 4 prej smundjes që e kishte kaplu një kohë gjatë. Çfarë thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Sikur ta vazhdoni ju ta bëni 4 rekat, s'do ju pranoj Allahu azza wa xal. Por aqe sa të ju mendoni çdo ditë kur të falni akşamin, të jeni falendërues ndaj të mirave që ju ka dhënë Allahu azza wa xal, në shëndetit, në vlerës së asaj që kena fituar më në ditës, kur na të mrrim me kënd vetëdijshëm për atë që na ka obliguar Allahu azza wa xal për të mirën tonë, së pari për këtë botë, e pastaj edhe për botën tjetër, se ibadetet kanë të mira të nësjellta, edhe këtë botë fi dunya ve fil akhire. Domthon edhe për këtë botë nuk ka thënë Allahu azza wa xal për ahiret dhe për dynja. Për dynja dhe për ahiret, sepse ne përpara po jetojmë dynjan, e me dynja ta fitojmë ahiretin. Nëse nuk kemi mrit me kuptu dynjan, atëherë ne do hupim edhe ahiretin, se Muhamedi alayhis salam përderisa ishte në Isra edhe Miraj, ju shfaq xheneti, ju shfaq edhe xhenami, ju shfaqen edhe grupe njerëzish, të cilët i shifte Muhamedi alayhis salam, por s'kishte kapacitetin të arrijnë në një përfundim se pse jo në gjendje, dhe për atyne që ka pa pejgamberi islam, shef një plak të stolisur me lloj-lloj stolive dhe e pyet melekun Xhibril, i tha: "Ja Xhibril, kja çka ka kuptim?" I thot Xhibrili: "Kjo thot është dynjaja." Allahu azza wa xal ka personifikuar në formën e një plake, sepse njeriu çdo ditë ish më i vjetër se dje. Edhe sikur të jetë 15 vjeç ish plak, se dje ka kënë ma i ri. Dhe dit i ka të numëruara, dhe i ka ma pak se dite që kishte ma herët. Dërsa stolit janë zbukurimet e cilit e mashtrojnë njeriun, ajo është kaluse. Ku në momentin e fundit, të gjitha i mesin këtu dhe nuk ka mundësi të marrë asnjë me veti përveç veprave të mira. Do përfundoj, domthon këtë pjesë të ibadetit dhe me namazin e acis, kur e pyetën pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ja Rasulullah, e namazi i acis? Tha pejgamberi islam, namazi i acis është namazi jam. Pra ti jesh ymmet i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, s'mundesh me ra me fjet pa fal namazin e acis, sepse duhet përkujtosh ditën e mahsherit, në momentin kur do dalsh para Allahut, kur e dim se nuk mjaftojnë punë tona pa shefatin e Resulullah sallallahu alaihi wasallam, si mos ta falim në atë namaz, na jena nevojtar që Muhamedi alayhis salam ta kemi shefatxhi në ato momente. Kjo ishte një prej ibadeteve, domethënë që desha ta shpjegoj nëpërmjet fjalëve të Resulullah sallallahu alaihi wasallam, për mënyrën se si Allahu azza wa xal i ka dhënë vlerë çdo namazi, por me një kuptim të caktuar, në mënyrë që të na përgatis sa më tepër, të na bëj sa më vetëdijshëm dhe sa më të lehtë, se në momentin që e din vlerën e një diçkaje, ti e ke shumë të lehtë. Po të kalojmë në agjerim, që domthon jena në prag, agjerimi ka përjetim në vete, sepse përveç asaj që na bëm një jetë në kohën e syfyrit, se do i nënshtrohemi Allahut azza wa xal deri në kohën e iftarit, do e ndalojmë çdo gjë që Zoti e ka ndaluar për ne, dhe shumicën e kohës do kalojmë në ibadet, ku përveç ibadetit bëmë edhe punë të mira, edhe punë të mira janë ibadet, edhe ti buzëqesh dikuj është ibadet, edhe të largosh një gur prej rrugët është ibadet, edhe të ndalosh një konflikt është ibadet.
Çdo gjë e cila e shpije ka e mira, është ibadet në vete, përveç kësaj njeriu përjeton gjatë ditës. Në kohën kur uria kulminon te njeriu solidarizohet me ata të cilët nuk kajnë. Dhe çka thot, unë me vullnet po agjeroj dhe nuk po ushqihem deri në iftar, ndërsa gjatë vitit ka njerëz të cilët pa vullnetin e tyre nuk kajnë me se të ushqihen. Pra, na përgatit ka ona shpirtnore, duke na akalit shpirtin ton, zemrën ton, që t'jemi ma human ndaj njerëzve, gjithashtu ndaj shpërdorimeve, sepse njeriu nga bolleku gjatë vitit, nga njëherë hupet të shije në ushqimit, dhe fillon nuk i pëlqen asgjë, në kohën e iftarit çdo gjë i duket e mirë, sikur po i thot Allahu Azza wa Jall, nuk ke nevojë të harxhosh që të bëhesh human. Mjafton që ti të edukohesh që të bëhesh human, të ndalosh pak oreksin e vet, që dikuj ti ndihmosh, të hiq nga një shujtje ditore që diketa bash të lumtur. Nëse ne agjerimin e mendojmë në këtë mënyrë, e kemi përmbush leallekum tattaqun në mënyrë që të bëna të devotshëm. Edhe ibadetet tjera, edhe haxhi ka përjetimet e veta, që njeriu kur përjeton e gjen vetin, domethënë se ku është, duke filluar me Arafat, me veshjen e ihrameve, e sheh vetin në ditën e mahsherit, e sheh me qefinat që ka lind dhe me qefinat që do largohet nga kjo botë. Pjesa tjetër, po të marrim vetëm një namaz, siç e thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se një namaz në Qabe ka vlerën e 100.000 namazeve jashtë Qabes. Nëse bëm një llogari matematikore, kjo, nëse e pjesëtojmë me 5 kohët e namazit, i bën që ne, nëse e falim një namaz në harem, është sikur mu fal 54 vjetë të të muj, diku 55 vjetë rreth, jesh haremit. Nëse marrim edhe pjesën e bulugut, 15 vjetë prapërsisht, 65 dhe në 70 vjetë jeta mesatare e një njeriu. Tash, çfarë thonë dietarët islam? A thot pejgamberi alayhis salam për vlerën e namazit në harem vetëm numra, që një namaz është sa 100.000 namaze, apo ka të bëjë me sinqeritetin? Dietarët islam janë të mendimit se ka të bëjë me sinqeritetin. Sikur po thot Allahu Azza wa Jall se nëse je penduar dhe i drejtohet Allahut Azza wa Jall me dy rekate para Qabes. O Zot, që në këtë moment unë do bëj revolucion për të mirë, duke i lënë gjithat këqijat dhe duke u drejtuar rrugës tame, Allahu Azza wa Jall është në gjendje t'ia fali gjitha. Pra, kjo tobe, ky pendim i sinqert, kjo bisedë e sinqert me Allahun Azza wa Jall, duke mbajt premtimin, el va'du daynun që e përmenda më herë, ka vlerën e krejt ymrit. E ja, namazin e numra nuk na çon pesh në ditën e mahsherit. Allahu Azza wa Jall ka disa hadithe të cilët i thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka më thonë se filan ibadetin e ke bo për më duk më i mirë, filan ibadetin e ke bo për më të pa dikush, filan ibadetin e ke bo për më thonë si filani, për shkaqe të ndryshme. Nëse ibadeti nuk ishte për hatër të Zotit dhe me sinqeritet të plot, në ditën e mahsherit ne nuk kemi me pas mundësi me fshef asgjë. Nëse në këtë botë kena mrit, kena aqër shkath, mu bo artista dhe me kenë parasyve të tjerëve domthonjë i mirë, nëse se kena pas me sinqeritet, por me një tjetër, ditën e mahsherit, estakfirullah, mund të jemi të thatë. Pra te ibadeti duhet të jetë çështje bazë, themel sinqeriteti. Nëse është sinqeriteti dhe bindja për cilin na i kryjmë ibadetet, aty kena përfitime domthonjë shpirtërore, trupore, edhe padyshim që do të jena faqebartë para Allahut Azza wa Jall. E shtimi i tyre ibadeteve, mbrëmja muajit shenjtë Ramazan, është sezon unë vete, sepse është koha kur Allahu Azza wa Jall thot i prangos shejtanat, djalli ka mënyrën e veprimit kufizumun, në këtë kohë ibadeti është më i shtumun,
pranimi i ibadeteve është në grada më të larta, ish keq muslimani mos ta shfrytëzoj këtë sezon të pranimit të ibadeteve, por gjithmonë me një qëllim që ditën e Bajramit me dalë më i mirë. Se nëse edhe këto ibadetet bëhen vetëm numra, por nuk kemi ndryshuar nga vetja jonë, atëherën ato nuk janë të pranuara te Allahu Azza wa Jall. Sinqeriteti është çështje bazë, është themel i gjithë shkahit në Islam. Hoxh, me që edhe Ramazanit i vjen fundi, çdo gjë i vjen fundi, edhe emisionit ton po i vjen fundi, dëshirojmë të marrim për ju edhe një këshill për gjithë besimtarët në çështjen e ibadetit në këtë muaj të begatë të Ramazanit, por natyrisht edhe mbas këtij muaji, sepse ibadetet vazhdojnë edhe pas këtij muaji të begatë të Ramazanit. Ajo që doja thosha vetit, që çdo kush ta marrë këshill, domthon edhe për vete, njeriu nuk i zhvuan asnjëherë të pendohet. Njeriu e matë në vetin se sa është në rrugën e Zotit, duke pa ibadetet se i ka të vështira. Nëse ibadetin e ka, si thomë në kasavet, se duhet kry, atë ka me lehtësim, ishte i bindur në shpërblimin e Allahut Azza wa Jall. Njeriu nuk duhet dyshoj se çdo gjë që e bën ajo shpërblihet te Allahu Azza wa Jall. Qoftë ajo që të ndalet nga keqja, qoftë kjo që të synohet nga e mira. Në momentin kur njeriu e beson Zotin, se ai e shef ëndin dhe din edhe të msheftën e tij, atëherën marrin nivelin më të lartë që kërkon Allahu Azza wa Jall at-takwa. Por njeriu asnjëherë nuk duhet të jetë pesimist, asnjëherë nuk duhet të synoj në atë se kur kam kalu këtë kohë, mund të kaloj edhe kohën tjetër se s'kam kohë për të përmirësu, edhe momentet e fundit të kalojnë me shahadet mund të jenë ndike pështim për zjarmin e xhenemit. Kështu që ta shfrytëzojmë çdo moment, sidomos këtë muaj të Ramazanit, që të jetë në dobinë tonë, në dobinë e familjeve tona, të afërmëve tonë, sepse ne nuk mund të këshillojmë dike nëse nuk kena këshillu veten parën, nëse nuk kena këshillu familjen tonë parë, të afërmit tonë, atëherën edhe më gjanë. Faleminderit për këtë fjalë të mrekullueshme. Lutim Allahun e Madhëruar që të na përhojë të gjithëve ibadetet, të kemi vëmendësim dhe vëmendje më të madhe tani ndaj ibadeteve që i kryjmë ndaj Allahut xhaleshanu. Hoxhë nderuar, faleminderit që ishit pjesë e bisedave të Ramazanit për këtë vit në frekuencat e Radios Fati, Radios së Bashkisë Islame në Malin e Zi, dhe të nderuar ndëgjues të Radios Fati, të nderuar ndjekës të kanalit tonë në YouTube të Radios Fati, po ashtu me ju shoqërova unë Enis Hoxha, dhe sot në emisionin tonë kishim të ftuar që e pranoi ftesën tonë imamin Hoxhën Isa Efendi Aloshin, njëkohësisht edhe kryetari i Këshillit të Bashkisë Islame në Malin e Zi. Deri në ndëgjimin e radhës, ju urojmë agjerim të lehtë, ibadetet e pranuara dhe bëjmë dua për ju dhe ju bëni dua për ne. Deri në ndëgjimin e radhës, asalamu alaikum.